Se ato që thete, historia e vërtet është një. S'ka nevojë mashtru. Mirë po me përgatit që ku të shkojnë para prokurorisë, para kamerave, para institucioneve, në vend huj, nga kjo periudhë, me të vërtet me qenë ato që thete, edhe të përgatitur, edhe mentalisht, edhe psikologjikisht. Do me thonë shumë e vërtet pajtona. A mundët më shbo gjykata speciale? Jo, nuk ka gjasa më shbo, se e ka votu Kuvendi Kosovës. A mundët me shbo Kuvendi Kosovës? Qërë ka fillu proces, kjo e veç proces në barim. Mundet më shbo, edhe mu anullu, dhe më thënë edhe vendimet që si shpall, me dalë pa vlesh me dhe gjykatës speciale. Mu më mërmendja, vendimi më e mirë, se tha apritet. Mu më mërmendja edhe një dhenje e një argumenti shumë të fort, edhe ndaj atyne që kanë votu, edhe ndaj institucionet ndërkombëtare që Kosovën e kanë dënu. Kosova që ka bu një padrejt e madhe, ose qëre sa drejt edhe ndërruar. Unë muna me shkru libra, mundet me shkru kjo. E drejta është anën e Kosovës. E drejta është anën e ushtrisë kombëtare të Kosovës. E drejta si do të përfundoj procesi? Mund me shkruaj histori, mund me fol sa dojmë. Si mas juve pasana, si do të mirë, po ky proces do të kryhet. E mira, triumfi më i madh është. Edhe pse njerëz janë dënuar në farfakti se po qëndrojnë në burg me vite të tëra. Mendimi im është ky do të përfundojë shpejti, edhe do të dalin njerëz brenda këtij viti. Unë me thënë drejtën, kom thënë pak ma herë në interviste ju, kom menduar, mirë po disa procese që kanë ndodhur, e kanë ngadalësu procese. Unë një prej tyre thëmë, dhe të ma thot i nderuari me shumë respekt që nëse kom gabim, jem gjendje mi pranu, jem njës gabojmë, vetë fjala e iniciativa të fundi që ke Tranda dhe Filova, që ke këtu, protestat, e në atë formë, e kanë pengue, e vështërsojnë e nga dalësojnë procesin. Po financimin e ka nalë SBA-ja? Jo, nuk e ka nalë, se nëse di une, pjesën dërmuse, dhe me thonë pjesën matë madhe të financave financohet nga Parlament Evropian, nga Shtetet e Unionit Evropian, shumicë. Mirë po... E qka nëse ja nalë financimin, Byllët shpet e ap aktin e fundit. E kanë po, nuk... Ka proces që procesin ndërprejet vetëm nëse pala ndrën jetë apo këptër. A ka mundësi me ndodhë kjo? Me përfundu mu ma mërmenje sa ma shpejt që me dalë pa faj shumë njerës dhe më këthy shpejt, mi këthy Kosovës, mi këthy familjes. Me që për shumë i se dhe jenë reduktu dhe shumë dëshmitara, a dhe me thonë kjo që... Po, ka dhe me thonë që diçka ka liviz, se ka disa dëshmitarë që kanë qenë listë, që akum dëgjuo, pe njerëzve vetë okular, dëshmitarë që kanë pas, thirë jo që i disha, unë me emra, me bjemra, se nuk po në institucion, mirë po vetë fjala që e kanë stopue, e kanë dalue, marrin pyetje të gjithë dëshmitarëve, do të thotë që do ta guti procesin. Dëshmitar thash mbrojtës se ke fjalën apo dëshmitar kundër? Jo, mbrojtje se kam fjalën. Po dëshmitar mbrojtës ata kanë kërku vetë mbrojtje ka kërku. Në qoftë se kërkon mbrojtje, në qoftë se i ndalon prokuroria. Janë dëmta... Pa shkoj me kam edhe një pyetje shumë interesante për to. Nëse prokuroria i ka ndalu, janë dëmta mbrojtjeve, në dëmta prerë. Në qoftë se i kanë eliminu mbrojtja, atëherë shet të arsime që mu kri procesi ma shumë, ma shpet mu kri, dhe do të vjen, ka mendim pozitiv që kanë mullshu, është diçka tjetër. Asaj përket Tranda Filovës që ka qenë. Këto proteste që mi bëjnë shtu janë hajgare, po kuptar. Unë ta tregova që në kohën time kemë bo protest kundër rusëve. A dhe që më kanë thënë, edhe Zaweri, edhe ata generalja, po thët, ju keni pas për krajën e krejt populatës. 60.000 populat e Raovecit, 20.000 kanë qenë ditë e natë, 4 muaj te sa ka fillu bora në prezent. Se ti shikon veç ju që këja, si lepoj me helikoptere, ka një. Normal që ka kontekst. Tash, une po të regoj, basia ndërkombëtare nuk vepron kundër populatës civile kër i kërkon të drejtët e vete. Se për ndryshe daj ushtarat, NATO, valaj, të banë shtrin lef, mi ka shtri ushtarat, që më konë pijafte, kanë kërsit, sa kim pas armë, i ka shtri për toke edhe më kanë thirë, hajde meri. Po, a do një të një pyjtë unë besoj shumë. Po flitet që, dhe më thonë një biznismen i njohur, Halit Saite, që ka punu dhe ka vepru edhe në Rusi edhe në Spanjë, ka pas dalë një ku një rast, ka pas dalë e ka një video publike që ka dalë si dëshmitar kundra ish krerëve të ushtrisë qërimtarët të Kosovës, konkretisht kundra ish presidenta Hashim Thaçi,
Por tash së fundmi, po fliten që do dalin disa ingjizime dhe përgjime të reja, ku ai përball avokatit të Hashim Thaçit, Allan Tigerit, e shpjegon edhe faktin se si Jack Smithi, domethënë gjykatësi Jack Smith apo prokurori Jack Smith e rekruton ato me dëshmur rrejshëm kundër ish-presidentit Hashim Thaçit. Çka mendoni për këtë rast? Që thënë drejtën personin fjalë nuk kam dëgjuar, po them ndoshta më ka ik. Me qenë Hagë edhe mos me dëgju për to. Sinqerisht po them, personalisht nuk kam dëgjuar, si kum përcjell gjitha, mirë po nëse kjo që e the, kjo mundësia e dytë, nëse këto dokumentacione janë ingjizime, janë prova, mbrojtja i ka paralajmëruar gazetari Fitim Çeku po në mbrojtja është profesionale, janë avokat shumë dëshmuar, besoj që kjo do shkon favorin se nëse dëshmon rrejshëm, nëse dëshmon me dokumentacion, me të dhëna dëgjuara. Unë nuk po flas për vetës, veç akum lexuar poshtë Facebook të Fitim Çeku. Atëherë çdo njeri e kupton që dëshmit e krejtëve akuzuesi janë trashme. Atëherë besoj që UÇK-ja nuk ka vrarë asnjë fëmijë 15 vjeçar. Fakt, nëse ka vrarë, a ke dëgjuar për këtë rast? Ska lunuar asnjë femër. Po e vërtet. Ska vrarë asnjë femër. A ke dëgjuar për këtë Halit Saidaj? Po tregoj, s'ka vrarë asnjë plak për 80 vjeçar, asnjëri që s'ka qenë gjendje me na drejtu pushkën kundër neve. As lunune nuk ka asnjë femër, nuk ka luftë më të pastër në botë se çfarë që ka bo UÇK-ja, është luftë e shenjtë. A ke dëgjuar për Halit Saidaj? Nuk është me rëndësi, po unë po të tregoj. Po ja, po më intereson mu. Në qoftë se i kam thënë gjykatës tash, unë atëherë kam qenë për mi mbrojt gjithë edhe ata që kanë qenë spionë, edhe ata që kanë qenë bashkëpunëtor. Kam menduar që ka pas arsye me YouTube serbist, na ka llomitne, na ka vrarë, na ka shkatruar, na ka largu, po kishta pas gabu mas lufte që i kam mbrojt qatë shumë. Kom shku. Pa ke dëgjuar për këtë rast, komandant? Për cilën rast? Për që të... Jo, nuk ka pyetje përfundimtare. Nuk e kam lexuar. Atëherë kjo është një dëshmia e tina e rrejshme, domethënë është argument shumë i fortë që janë njerëz, janë tentuar me marr informata të rrejshme, dëshmitë të rrejshme, dëshmia e rrejshme sanksionohet edhe me ligj për palën tjetër, edhe shkon ujin mullirin e njerëzve që janë të akuzuar pa drejt, rrethona domethënë pa sqaruara edhe me dëshmitar të rrejshëm, kështu që do të shkon nonën e njerëzve Hashim Thaçit edhe a din që akuza sa kom dëgju tash. Po se jemi minutat e fundit. Akuzat e serbëve të Kosovës kundër UÇK-s nuk ka 20-30. A 350 akuza shpionave shqiptar që ka bot gatshme akuzat gjykata ushtarake Serbisë që ka bo udba serbe, shpionat kanë shku i kanë marrë gatshme dhe i kanë ndërzu në emër të vetë i kanë ndërzu shqiptar, shpionat shqiptar. I kam të fërshat 20-30 akuza nuk janë serbe. është e shumë interesante, po jemi minutat e fundit, i kam dy. Një që ka dalë që me dëshmu kundër tash, a 350 kur janë... Regjia, nëse ka mundësi, fotën e parë, po, nëse ka mundësi.